Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni qepën në dorë dhe mbajini 5 minuta, truku ideal që trajton këto probleme. Hudhra është tashmë e famshme për vlerat kurative natyrore, ndërkohë që për qepën nuk ka shumë informacion. Ndoshta disa nga ju e dinë se qepa është shumë e mirë për shëndetin, por ja probleme shëndetësore që mund të trajtohen vetëm me qepë. Veshët e bllokuar. Duke përdorur një thik, hiqeni qendrën e qepës dhe vendoseni në fillim të kanalit të veshit. Kujdes, mos të shtyni shumë brenda veshit. Lëreni të qëndrojë gjatë natës dhe kur të zgjoheni, dylli do të zbutet dhe do të jetë shumë më e lehtë për ju për ta hequr. Djegjet. Qepa nga ana tjetër është shumë e dobishme. Kur vjen puna tek djegjet, prisni një qep në 2 pjesë dhe vendosni gjysmën në vendin e djegur. Mbajeni për 2 minuta, ajo do të minimizojë dhimbjen dhe gjithashtu ajo do të arrijë që të zbutë djegjen. Normalizon temperaturën e trupit. Nëse keni një temperaturë të lartë trupore, atëherë prisni një qep në copa të vogla dhe vendoseni atë në çorape. Kjo është mënyra më e mirë dhe natyrale për të ulur temperaturën e trupit. Eliminimi i toksinave. Her pas here hani një qep të freskët. Kjo këshill mund të jetë e thjeshtë, por ajo është një nga më të rëndësishmet kur është puna për të eliminuar toksinat nga trupi. Kundër pickimit të bletëve. Këto pickime munden të jenë shumë të rrezikshme, veçanërisht në qoftë se ju jeni alergjik ndaj bletëve apo grenzave. Mos u friksoni në një situatë si kjo. Merrni menjëherë një qep të shtrydhur ose të grirë në rende dhe vendoseni atë në vendin e lënduar. Mori një qep dhe e fërkoj në dorë. Pasi ta provoni do ta kuptoni arsyen me siguri. Qepa është një përbërës shumë i rëndësishëm për pothuajse çdo ushqim të shijshëm, por ju mund të mos e dini se ajo ka disa përfitime shëndetësore të cilat shkojnë përtej vlerave të tyre ushqyese. Kjo mrekulli mundet të përdoret si një ilaç natyral i gjithanshëm, si në rastin kur një grua e fërkoi në dorë dhe pati disa përfitime. Djegjet. Thjesht prisni një qep në gjysmë dhe mbajini mbi djegjet derisa dhimbja të largohet. Lëngjet veprojnë si qetësues së dhimbjes dhe vetit antiseptike të qepës munden të parandalojnë dhembësat dhe të zvogëlojnë rrezikun e infeksionit. Dezinfektimi. Meqense qepa thith bakteret, lini qep të prera nëpër shtëpi për të parandaluar përhapjen e gripit dhe sëmundjeve të tjera virale. Ethet. Apo mbyteni nga ethet, gjatë gjumit vishni çorape me unaza qepe. Tingëllon e çuditshme, por dihet se kjo ndihmon në uljen e temperaturës. Dezinfektimi. Meqense qepa thith bakteret, lini qep të prera nëpër shtëpi për të parandaluar përhapjen e gripit dhe sëmundjeve të tjera virale. Nga ana tjetër, dhimbja në vesh. Vendosja e një qepe në kanalin e veshit gjatë natës do të zbuzë dyllin dhe do të reduktojë dhimbjen. Pickimet e insekteve. Aplikojeni qepën e papërpunuar në pickimin e insekteve. Kjo do t'ju ndihmojë ju në nxjerrjen e helmit dhe në reduktimin e dhimbjes dhe të ëndjes. Këtu gjithashtu ju do të mësoni se çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani qep më shpesh. Qepa është një nga elementet bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë ndodh trupit ton nëse ne ham qep më shpesh se sa normalisht. Qepa përmirëson dendësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mundet që të ketë një efekt pozitiv në dendësinë e kockave. Ngrënia e një qepe për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë.
Qepa ul nivelet të kolesterolit dhe mban në zemrën tuaj të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore. Qepët të zvogëlojnë kolesterolin e keq që është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon edhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban në zemrën tuaj të shëndetshme. Qepa gjithashtu stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja duke bërë akoma dhe më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa zvogëlon dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët gjithashtu janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve të cilët janë të prirur për të qenë të mirë për trupin ton, jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të këqija, por ato gjithashtu parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Qepët munden të përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët gjithashtu vrasin bakteret e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu munden të forcojnë në dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban në sytë tuaj të sigurt. Qepa ju ndihmon të flini mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorado sugjerojnë se konsumimi i qepëve mundet të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndet të mirë të zorrëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepa lufton plakjen dhe përmirëson lëkurën tuaj. Të pasura me vitamin A, C dhe E, qepët munden të ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë puçrat. Kur ftohesh, varni një qep. Zgjidhni një qese rrjet, futeni qepën në të dhe vareni sa më pranë shtratit. Aroma e qepës do të mbushë dhomën dhe do të çlirojë hundët dhe gjithashtu fytin tuaj të bllokuar. Qepa nuk duhet të qërohet sepse flavonoidët ndodhen pikërisht në shtresën e saj të jashtme. Kur ju të zgjoheni në mëngjes, ju do të habiteni me frymëmarrjen pa probleme e cila vjen si pasojë e qepës. Gjithashtu, qepa shërben kundër gjakderdhjes nga hundët. Në qoftë se ju del gjak nga hundët, vendosni një copë qep nën hund. Qepa do të ndalojë gjakderdhjen menjëherë. Qepa për gjumë të mirë. Qepa gjithashtu arrin që të kurojë pagjumsinë. Prisni një qep në dysh dhe nuhateni për 5 deri në 10 herë përpara se ju të bini për të fjetur. Për rezultate të mira vendoseni qepën në një gotë pranë shtratit dhe kështu do t'ju zërë gjumi menjëherë. Qepa kundër mushkonjave. Një gjysmë qepë vendoseni në një enë të mbushur me ujë, më pas vendoseni enën poshtë vendit të punës apo ndënjes dhe insektet do të rrinë larg jush. Një alternativë shumë më e shpejtë është që ju të lyeni lëkurën e pickuar nga insektet me lëngun e qepës. Qepa kundër njollave të moshës. Qepët eliminojnë gjithashtu njollat e errta në lëkurë sepse ato përmbajnë sulfur dhe acide që shërbejnë si eksfoliant. Prisni një qep të kuqe dhe me të ju duhet që të fërkoni njollat e lëkurës. Fytyrën shpëlajini pas 10 deri në 15 minuta. Përsëriteni atë 2 herë në ditë dhe kështu do të vini re zhdukjen e njollave. Qepa kundër dhimbjeve të fytit. Çaji i qepës but fytin e lënduar. Përdoreni lëkurën e jashtme të qepës dhe ziheni në ujë. Pasi të ketë marrë ngjyrën e lëkurës së qepës, hiqeni nga zjarri. Lëreni të ftohet dhe pijeni. Pas një ore nuk do të keni më dhimbje. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.